tashi si nuk e kontenteri që jam unë, kur hap Facebook-un këtu, të thot aty lartë ajo, ju që e keni në Shqip, çfarë ke në mendje? Kështë ata që e kanë anglisht, thot, what's in your mind? What's in your mind? Ju që s'dini anglisht, ju bravo. Juve bravo qoftë që nuk dini anglisht, se s'ka që duhet anglishtja. Edhe, thashu, nuk e hapa unë njërë dhe një video të kujtoj ato kohët atere, kur kisha xhaxhallar gjallë, se kam dy xhaxhallar unë, po nuk jetojnë me ata me trup këtu në mezin tonë. Ata jetojnë ose në mendjet tona kur ne kujtojmë, ose në zemrat tona kur ne ata i ndjejmë. Se përshamu je kështu ti, tak të kujtohet një fragment me ata njerëzit që nuk jetojnë me, edhe opa e ndjen trupi ata për ca sekonda, ri kështu ti pastaj të merr edhe malli. Po do të tregoj unë tashi që sa të zgjur ishin ata edhe sa budallën jemi ne. Se kjo është tema e kontenteri që do bëjmë. Tashi, ai xhaxha imi mesëm, ai ishte si që kishte emrin. E kishte emrin Besnik. Po ishte shumë besnik ai. Ja hale vogël më ndjek mua, hale vogël se ishte vlla jot ai. Po ginjeva unë, mësoj këtu që ti ginjen, mi nëzirë të tërat palarat mua. Për koktina dhe. Edhe, kur benim në njërë shamatane, për shamull të oborja ti e mblidheshim në piskun e vapës, të tërë kalamajt, edhe benim zhurëm. Po losnim topi, taso, me makina pe balte, po benim shumë zhurëm ne. Po aji, ishte njeri zgjuar, ai nuk të rinte. Për kokëtime ai nuk të rinte. Shiko qëra benden ai. Dilte ai për jashta pasi ishte zgjuar kështu në masditja. Edhe më thoshte mua ai, o nuk e. Hej, xhaxhi, thosh jam. Nesër thosh ai kur të flari xhaxhi, merre një dy shok të tjerë ti që t'jeni më shumë këtu ju, që të bëni më shumë zhurëm që xhaxhi mos të flari mirë. Ironi vrastare, o vlla, të ngrinte truri këshu. Edhe, kur më thot këte mu i kisha qunin e halës unë, po quni halës njërën kaq ko vinte. Edhe thaj, po kam dy shok, më thaj, të them atyre. E pa shun atë, o të keqe në babagjani, thashun, kërë daja jote është ironikë, kërë është i zgjuari, thashun. Në vend që të vitë raj, këtu të thot që më beni me zhurëm, ose të bërtasi, ta thot bukur e miri, thashun, që të vrasësh trurin. Pse të tërë si fshati jot janë, i thashun, ose si xhaxhallarët tu e njesh, ja xhaxha im gjyre, daja jot. Thaj, pore, ka të drejtë, thaj, se vra mendin e vënes. Edhe, njërë tjetër tashi, për kokëtime që nuk gjenje, ishte shumë i zgjuar, më hala thoj tashi, thoj këtyre, ose ata fshatarët e mi, ata e njojnë. Ata e ka njojtur. Shpirtin paqe, xhaxhi. Ata e ka njojtur që xhajnë tim. Edhe, kur zisha në njerën la fushë sporti të në shkolla, kthesha të shpia unë edhe jebja ballë me ata, do të shikoja unë do më shikon dhe i. Herët ke qenë xhaxhi. Se kishte marrë veshej. Kur ke mësuar boks ti? Kena një në fis boksier. Edhe rrije këshu ti, kuptoj gabimin se të fliste me zjuarësiej. Kur, për shembull, kur do thoshte një gjë ai, se të tërë fiset e kishin këshu. Kur thoshte një gjë ai, trishin të gjithë bargas, me kalamaq, me gra, me të mëdhenj, me të vegjël, sa e benin atë, po është e beni grov fare mërdhen, se kur fliste ai ishte kështu, ishte shumë i zgjuar. Kështu edhe ose gjërat tjera, dhja tjeti, thëshe, bej buk qunit, jebi buk qunit. Re tipte për të ngrana, i thëshe, jo xhaxhi, unë kam ngranë. O të keqen e le thëshe, po mua baba im atëret, mi jipte do 2 të ngrana, po mi jipte 2 të raura. Unë 2 të ngrana doja, thaj, po ku ti gjaja. Po që ashtu thëshe, unë bjem, të shton dhe urije në për kokëtime njërës të zgjuarë. Kështu, edhe
Se qava më kujtua Xhaxhaj se Xhaxhaj është gjithçka. Nuk do ta pres videon edhe nuk do ta rimontoj se nuk do ta ribej, sepse gjithmonë në shumicën e rasteve unë i kam shpërndar videot momentale kur i kam bërë për momentin. Edhe dua ta mbyll duke thënë që të gjithë ata njerëzit që nuk jetojnë me në për familjet tuaja, shpirti atyre u pref në paqe edhe shpresoj edhe uroj që t'i kujtoni shpesh herë, sidomos kur vi puna tek brezat që do rilinsin, t'i thoni momentet më të bukura, t'i thoni gjërat e zgjora, t'i kujtoni edhe vet. Mos ndjeni të trishtuar, mos ndjeni trishtim, mos ndjeni mall. E ndjeni mallin, por e zbusni, nuk do të them që se nuk e di, s'm vjen as fjalë të gjitha, po e zbusni veten duke i kujtuar, duke dhënë dashuri tek ata që ata lan pas. Edhe kalofshi një ditë bukur, do ta montoj videon tani edhe inshallah të dali diçka e bukur me ato që kam thënë. Edhe ju përshëndes.